ideja kemi pas, do të thonë si organizatori këtë ide su konë shok jo guximi. Do të thonë konë se për shkak javë fundit kjo është një trend botror. Se në fillim nuk e kena pas asnjë si qëllim me bë, mi po e kam bë, do të thonë të gjithë ka vizione, ka bë, kam bë ekipët tonë të preferuar të futbollit e kam bë, ekipët tonë të basketbollit e kam bë, njerëzit të tam botën e kam bë, organizatat religjioze, do të thonë përgjithësi në një fjalë kemi mund me përmbledh do të thonë kjo e bë. A mendoni se keni si rregullat edukative këtu në shkollë? Jo. Në rregullat nuk i implementuar as pak, po kemi bo bidan, nuk i kemi pengu procesin arsimor, gjatë pushimit e kemi bo, nuk ka gjatë shumë, ka gjatë 2 minuta, mos shumë të 2 minuta. Nuk i kemi rregullët e shkollore nuk i kemi, atë procesin arsimor nuk i kemi pengu. Në më thonë nuk keni dëmtu dhe na mundin me shkollën klasë, i këshirë një bankët, karikët, pas qirët që në bida opcision, nuk i kemi të jasë një. E cili është vlerësimi i profesorëve i drejtorit e shokëve t'ju, që kam pritë? Organet e shkollës, profesorët, kujdestarët, kush nuk u bën informuar që na përdojmë me bo këto. Kjo është diçka që bëhet spontanisht, me vetë dëshirë, me vetë vetdije të njerëzit, do të thonë nxënëse. Kemi qenë një grup e shokëve të ngushtë, kena pas çfarë me bë, e kena bë dhe çka. Ajo do të thonë ka 2 minuta derisa kena incizuar dhe kena shkuar te shtëpia, kena publikuar çka. Sukon kur kush i përfshin këtu, s'ka pas profesor, s'ka pas drejtor. Na e kena pas kur kush sot, domethënë kanë dalë të jashtë, kena desh me bë. Kena bë shpejt, na kena dalë sikur pjesë këtë shkollë, kena dalë pushim normal. Çe pretendon shokët e ju? Shokë, mirë e kanë prit, mirë po organet tjera e kanë pritë. Për shembull, shtipit e ka publiku këtë titull.com, to ka shujt Hallim Sheikh, të vjendi më i popularizuar në internet, a këto neve më poshtë, nga ka përdor neve, edhe ka sërimu drejtorin. Sa është e vërtet, ka? As më poshtë e vërtet. Hallim Sheikh është një trend botror, është një trend që e bojnë, s'ka kush nuk e bën. Për shka dhe na mos me bëhet që na pjesë e botës. Sa ka lidhje Hallim Sheikh me rebelion? Mund edhe Google Felipe ndashtë fjalë Hallim Sheikh mos ka lidhje me përkthyi, me ndashtë rebelion ose diçka. Në një pjesë e fjalës. Hallim Sheikh është titulli i kojkës. Do të thotë shaknon Hallim Sheikh, ja von fillim welcome to the Harlem Shake. Çka ka? Rebelimi është rebelion, është na kushtomi për inati dikona. Na me rebeluna i kishmi qit posterat aty në bank, kishmi shkuj rrotë. Do të thonë ju një parti një organizim e rebelimit në shkollë për doni. Ashtu kjo konë në motiv arktimi të konë, do të thonë mu me atmosferën në një farë me ndete, për shkak monotonisë shumë. Do të thonë u konë veç për bojë. Do të thonë ka monotonisë, pra? Po, ka një organizim. Ne nuk kemi pa diçka që është dëmtu, nuk kemi vrejt pengim procesit mësimor, me gjënë se ka qenë shumë kohë e shkurt. Edhe, me të thonë drejten, nuk më duket shumë tragjike ajo. Sa shpije që kanë hip mbi bankë në lansit, po ato janë të li, edhe... Po nëse kjo, ledesh mund të konsiderohet se i kanë të thirë regullat procesit mësimor. Cilet janë ato? Shqive, këto regullat e procesit mësimor nuk i kanë thirë, se kjo ka ndodhë në pushim. Po? Lejohet dhe shka me në qëzu me video këtu në shkollë? Po, me video me në qëzus. Lejohet, se në qëzoj me hon. Na kemi kamerat i përcjellme, për shembull, edhe na kamerat i përcjellme për rastet që duhet, për shembull, nëse se jep një bank, atëherë... Ato përdoren në aspektin pozitiv. Po, kjo? Mirë po për këto, na kemi pas nevojë me përcjellta i ka qenë shumë kohë e shkurt, moment ka qenë, për shembull, në anësit ka lind ideja me boq ato, edhe... Cilat janë preventivat që mundin e... Shive, ne bisedojmë në nxans, mirë po, nëse e shofmi që është veprim jo i mirë, atëherë marrim masat si mbas rregullorës. Cile që masat? Po i kemi rregullorët e tona, ato tash. Nëse kam bodën i dam, nëse kam pi banka, nëse kam pi fabrika, nëse kam damtu diçka, atëherë mirën dëgjimet masat që duhet më denonda. Po nëse jenë masat të rënda, atëherë vjen dhe të tash në vazhtisht çfarë kam bua ata. Po
Jo për konsiderani se nuk i kanë si rregullat të procesit Po musliman. sipas mendimit tim nuk janë si me rregullat e procesit musliman. Se e s'ka ndodhur në mësimit, ajo ka ndodhur në pushim. Të marrë parasysh se të rinjt tash janë ndoshta edhe koha e internetit, a kishe pas për shembull ndonjë ide për me arsyetu këta, se duhet këta diçka me bë. Se shumica prej atyre thonë se këtu në shkollë nuk ka aktivitete që duhet me harxhu energji, për shembull në sport, në kulturë. Është njëna për atë arsye që e thanë ata. Jo, ajo nuk është në klasë, nuk mundet ajo mu arktu në zanë se që duhet na kemi edhe tjetër kont kur mu arktu. Për shembull dasën se kanë nevojë për më arktu, mundin me paratitën në mbrëmje shoqërore ose diçka tjetër, shkollën e kemi, lokale e kemi, mujnë bo ato. Mirë po që kjo mus ndoshta ku gaboj, po nuk mund duket shumë tragjike. Çaj, është diçka që se ka bërë kërkush. Faleminderit.